Të nderuar përfaqësues të medias dhe të nderuar kolegë, sot më datën 1 tetor 2025, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare për tremujorin e tretë. Informacioni i disponuar dhe i marrë në analizë sugjeron vijimin e trendeve pozitive të zhvillimit, si në aspektin ekonomik, ashtu dhe në aspektin financiar. Në aspektin ekonomik, vëllimi i aktivitetit ekonomik, punësimi dhe pagat janë rritur, ndërsa inflacioni ka qëndruar në nivele të ulta dhe të qëndrueshme. Në aspektin financiar, falë dhe politikës son monetare të kujdesshme, tregjet financiare janë përgjithsisht të qeta, kushtet e financimit mbeten akomoduese, ndërsa kreditimi i sektorit privat vijon të zgjerohet më tej. Në tërësi, konsolidimi i ekuilibrave makroekonomik të brendshëm dhe të jashtëm ka forcuar stabilitetin e përgjithshëm të ekonomisë, duke krijuar baza për rritjen e qëndrueshme të saj. Perspektivat e zhvillimit ekonomik për të ardhmen mbeten pozitive, të pasqyruara në parashikime që sugjerojnë rritjet më tejshme të aktivitetit ekonomik dhe kthimin e inflacionit objektiv në gjysmën e parë të vitit 2026. Megjithatë, pasiguria ende e lartë në mjedisin e jashtëm mbetet një faktor rreziku për zhvillimet në vend. Dinamika tregtare dhe gjeopolitike, si dhe luhatja e çmimeve të mallrave bazë në tregjet ndërkombëtare, mbartin pasiguri dhe kërkojnë ndjekjen e politikave të kujdesshme. Në këtë kontekst, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vlerëson se qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për të garantuar stabilitetin e çmimeve dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Në vijim do të sqaroj më në detaje vendimin e sotëm të Këshillit Mbikëqyrës dhe arsyet që e motivuan këtë vendim. Inflacioni shënoi një rritje të lehtë në muajt korrik dhe gusht, duke arritur nivelin 2.4%, krahasuar me nivelin 2.3% që ishte në tremujorin e dytë të vitit. Kjo ecuri u ndikua kryesisht nga rritja e çmimit të qirave dhe stabilizimi i çmimit të naftës. Nga ana tjetër, inflacioni i çmimeve të ushqimeve vijoi të bjerë, ndërsa çmimet e mallrave dhe shërbimeve të tjera mbetën relativisht të qëndrueshme. Në aspektin makroekonomik, ecuria e inflacionit vijon të pasqyrojë një rritje të lehtë të presioneve të brendshme inflacioniste dhe një nivel të ulët presionesh të huaja. Presionet e brendshme inflacioniste vijojnë të ushqehen nga kërkesa solide për mallra e shërbime, si dhe nga rritja e pagave dhe kostove të prodhimit. Nga ana tjetër, presionet nga mjedisi i jashtëm mbeten të dobta në pasqyrim të rënies së çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe të mbiçmimit të lekut. Këta faktorë e kanë mbajtur inflacionin e importuar në nivele historikisht të ulta dhe së bashku me goditjet e përsëritura të ofertës në çmimet e ushqimeve kanë kontribuar në ecurinë e inflacionit poshtë objektivit ton prej 3%. Sipas të dhënave të Instatit, aktiviteti ekonomik u rrit me 3.5% në tremujorin e dytë, pas rritjes me 3.7% në tremujorin e parë. Kjo ecuri ishte në linjë me pritjet tona. Rritja ekonomike pasqyroi zgjerimin e kërkesës së brendshme në formën e rritjes konsumit e të investimeve të sektorit publik dhe privat, si dhe rritjen e të ardhurave nga turizmi. Nga ana tjetër, tkurrja e eksportit të mallrave dhe rritja e importeve ndikuan negativisht në rritjen ekonomike. Kjo ecuri e kërkesës agregate u pasqyrua në rritje të aktivitetit në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimit, ndërkohë që sektori bujqësor dhe ai industrial vijuan të shënojnë rënje. Në tërësi, zgjerimi i kërkesës për mallra dhe shërbime është pasqyruar edhe në dinamikat e tregut të punës. Në tremujorin e dytë, punësimi në sektorin privat jo bujqësor u rrit me 3.4%. Papunësia totale në vend ra në nivelin e 8.5%, ndërsa pagat e sektorit privat u rritën me 9.5%.
Tendenca e rritjes pagave në sektorin privat gjatë viteve të fundit reflekton si kërkesën e lartë për punë, ashtu dhe mungesën e fuqisë punëtore. Këto zhvillime dëshmojnë për një rritje të të ardhurat e familjeve shqiptare, por ato vijojnë të mbeten edhe një faktor rreziku për transmetim më të shpejtë të kostove të shtuara të prodhimit në inflacion. Zgjerimi i konsumit dhe investimeve në ekonomi është nxitur nga zhvillimet pozitive në tregun e punës, nga gjendja e qëndrueshme financiare e sektorit privat, klima pozitive e besimit, si edhe nga kushtet e favorshme të financimit. Ambienti i brendshëm financiar vijon të mbetet akomodues për rritjen ekonomike. Normat e interesit kanë ndjekur në përgjithësi një tendencë rëndëse në pasqyrim të lehtësimit të politikës tonë monetare dhe të primeve të kontrolluara të rrezikut. Paralelisht me to, mbiçmimi i kursit këmbimit është zbutur në linjë me zhvillimet në sektorin e jashtëm të ekonomisë dhe me rritjen e prezencës së Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor. Së fundi, qasja e bankave ndaj kreditimit mbetet mbështetëse, sikundër dëshmohet nga kushtet e lehtësuara të ofertës së kredisë për sektorin privat. Rritja e kredisë ka vijuar të jetë dinamike edhe gjatë muajve korrik dhe gusht, duke regjistruar një normë rritje prej 14%. Në vit, zgjerimi i portofolit kredisë vijon të jetë i diversifikuar në drejtim të profilit të përfituesve dhe të destinacionit të kredisë, duke ruajtur në të njëjtën kohë një nivel të ulët të kredive me probleme. Dinamikat e muajve të fundit kanë sjellë rritjet të mëtejshme të peshës së kredisë në lek, e cila ka arritur në nivelin e 58.2% të totalit, si edhe një kontribut më të lartë të kredisë për investime. Tendenca rritëse e kësaj të fundit pra e kredisë për investime sinjalizon përmirësime si në aspektin sasior, ashtu edhe në atë cilësor të kapaciteteve prodhuese të ekonomisë sonë. Perspektiva për kreditim mbetet pozitive, e mbështetur nga kërkesa e lartë për kredi, shëndeti i mirë i sektorit bankar, si edhe nga kushtet e favorshme të financimit. Sipas skenarit bazë të parashikimeve, ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet gjatë viteve në vazhdim, me ritme solide dhe të përafërta me potencialin e saj afatgjatë. Konsumi privat dhe investimet do të mbeten motorët kryesor të rritjes, të mbështetur nga një treg pune i qëndrueshëm, nga një klimë pozitive besimi, si dhe nga mjedisi financiar i qëndrueshëm. Nga ana tjetër, turizmi pritet vijojë të japë një kontribut pozitiv, ndonse më të moderuar, ndërkohë që një lidhje më e fortë e tij me sektorët e tjerë të ekonomisë do të mundsojë një ndikim më të gjerë dhe afatgjatë. Paralelisht me të, inflacioni pritet të kthehet në objektivin ton prej 3% në gjysmën e parë të vitit 2026. Ky parashikim pasqyron pritjet tona për një rritje graduale të inflacionit importuar, ndërkohë që presionet e brendshme inflacioniste pritet të mbeten të qëndrueshme dhe konsistente me objektivin e inflacionit. Balanca e rreziqeve ndaj parashikimit të inflacionit mbetet neutrale në afatmesëm. Nga njëra anë, rreziqet që mund të shtyjnë inflacionin mbi pritjet janë një fragmentarizim më i madh i tregtisë dhe ekonomisë globale apo një intensifikim i tensioneve gjeopolitike. Nga ana tjetër, një ngadalësi më i fortë i ekonomive partnere apo një rënje më e shpejtë e çmimeve të lëndëve bazë në tregun global do të ushtronin presione në kahun rënës. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 2.5%, gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës njëtitore në nivelin e 1.5% dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë njëtitore në nivelin e 3.5%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare është konsistent me kthimin e qëndrueshëm dhe në një kohë të arsyeshme të inflacionit në objektiv. Aktualisht, kushtet monetare mbështesin një rritje të ekonomisë pranë potencialit, një balancim më të mirë të kërkesës dhe të ofertës në tregun e punës,
dhe ankorimin e pritjeve për inflacionin. Këshilli Mbikëqyrës thekson se politika jonë monetare do të vijojë të udhëhiqet nga dhënat më të fundit dhe në veçanti nga balanca e faktorëve që ndikojnë ecurinë e çmimeve në vend. Në një mjedis me pasiguri të lartë, kjo qasje garanton fleksibilitetin e nevojshëm për të reaguar në mënyrë efektive ndaj çdo devijimi nga parashikimet tona bazë dhe për të ruajtur stabilitetin monetar dhe financiar të vendit. Ju falenderit, kjo ishte deklarata e sotme e Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë pas mbledhjes.